Nxënës dhe mësues nga shkollat të ndryshme të Gjakovës kishin përgatitur shfaqje me rastin e festivalit të 20 fëmijët në skenë. Besa Byci, organizatore, u shpreh se e veçanta e këtij evenimente, për dallim nga vitet e tjera, është që tekstet e shfaqjeve pjesëmarrëse janë të ndryshme nga njëra tjetra. Një e mirë është si vjetë, pse tekstet e dramave janë të ndryshme, pra nuk përsëriten si herave tjera. Vlen të theksohet se shkolla Kelmen Rizvanolli kanë përgatitur gjitha mësuesit që i përgëzoj për këtë. Na kanë mbështetë Kuvendi Komunal, Drejtoria për Kulturën dhe Sport, si dhe Teatri Amator i Minduraku. Ndërkaq fëmijët pjesëmarrës në shfaqje thanë se për ta nuk është hera e parë që marrin pjesë në një aktivitet të tillë. Rolin e kam si nip i gjyshes. Ka të bëj që ka diplomu doja dhe kur qam të i bë detyrat, vjen fjalla për gjyshes që ka diplomu doja edhe për gëzimit i hupi senet. Unë jam magjistarja, kam për ta detyruar vajzën e mbretit të pasur që të bëj shumë punë të vështira. Fëmijët në skenë organizohet çdo vit në nder të aktorëve Qemail Domi, Shkelzen Nura dhe Shemseddin Bejtullahu, të cilët humbën jetën në një aksident rrugor.